Të nderuar gazetari, mi servet me konferencën e radhës një ditë përëndeshjes nga FC Vallkanit, sigurisht për përgatitjet dhe për takimin e radhës, i cili është i katërti me radhë për këtë edicion, do të flet kryetraneri Zekiria Ramadani dhe më pas edhe ju, sigurisht që keni pyetjet e juaja. Trener, fjala për ju. Faleminderit Ali, mirë se keni ardhur nderuar gazetar. E dim që nesër është ndeshja përballë Ballkanit, edhe pse gjithçka veç mori fund sa i përket pyetjes kampionit. Ne respektojmë kundërshtarin, respektojmë garën dhe normal që do mundohemi që të japim maksimumin për ndeshjen e nesërmen. Kemi dëmtime, kemi suspendime me kartona, por gjithsesi këto 4 ndeshjet e fundit do të provojmë edhe futbollistët që kanë pas më pak minutazh të japim hapësirë dhe të shohim se a mund të vazhdojmë me to në sezonin e ardhshëm apo duhet bëjmë ndryshime. E kanë mundësi për tregu kvalitetin secili futbollist. Janë 4 ndeshje, janë 1 muaj normal. Ne si staf edhe përgatitemi për këtë ndeshje, por edhe përgatitemi për bashkë me drejtorin sportiv për prurjet e reja në përforcimin e skuadrës jo vetëm për garat evropiane, por edhe për një sezon të ardhshëm normal që na pret në edicionin 2025-26. Para se të kalojmë te pyetjet, sa i përket ndeshjes ajo është, du edhe një herë për atë që ndodhi dje, isha prezent në stadion, Altian Bilalit, i shpresoj që t'jetë mirë dhe i dëshiroj nga zemra shërim sa më të shpejt. Unë e njoh personalisht, kam punuar me Oltin, është një futbollist me zemër të madhe, është një luftarak shumë i madh. Unë mendoj që edhe kjo për Oltin s'është kur gjë. Zemrën që ka Olti dhe guximin që ka Olti, shumë shpejt edhe para parashikimeve do ta shohim mbrana fushës. Shpresoj të jetë e fundit, jo vetëm për Oltin, por për të gjithë futbollistët, se dëmtimet në atë level ose në atë nivel të goditjes janë shumë të rënda. Shpresoj mos të ndodh asnjë futbollistit. Olti është një ndër futbollistët më të guximshëm që kam pasur në karrierën time. Kështu që jam i bindur që Olti kthehet shumë shpejt. Tani mund të vazhdojmë. Trener, ka pas disa shkrime nëpër media të ndryshme që kanë kërkuar nga ekipi Dritës, megjithëse ju keni llogaritë juaj, ata që jeni shkollë kampion, që ta zhvilloj garën në mënyrë të ndershme, themi asesoj. Gjithë të ndershme keni po kërkoj që të luani edhe këto ndeshje sikurse që keni luajtur ndeshje tjera. Po nuk di ndryshe, por sa i përket kërkesave tjera, ndoshta ka pas edhe kërkesa që mos luajmë ashtu siç kemi luajtur deri sot. Neve nuk na interesojnë kërkesat e njerëzve jashtë klubit ton. Unë e thash në fillim, ne respekt garës 100%, por do të japim hapësirë edhe futbollistëve që s'kan pas minutazh, sa të paguhen, ato kanë dhënë kontributin e tyre gjatë këtij sezonit. Dhe normal, këto 4 ndeshje janë për të pa fytyrën e vërtet, mund t'i cek edhe me emra shumë futbollistë që s'kan pas minutazh, kanë qenë dëmtuar, kthehet, domethënë Hasan Gomda mund të ketë minutazh, Ilir Mustafa, për ta përgatitur sa më mirë që në fazën përgatitore të jenë të gatshëm 100% me konkurrent për formacionin bazë. Sa i përket fjalëve, neve nuk na intereson as pak, na intereson vetëm puna jonë. Ne kemi thurë një plan për këto 4 ndeshje, se cilët futbollist do t'i pushojmë, se e dim që edhe dëmtime ka, por ka edhe futbollist që si Faton Maloku, nga fillimi i kampionatit deri më sot asnjë minutë nuk e ka humbur. Normal edhe Fatoni është njëra dhe atij duhet pushim. Trener, Drita kampion, por ju nuk ishit në fushën e sportit. A ishte kjo për shkak të ndonjë ndëshkimit paraprak, apo për shkak të asaj që quhet një bilanc i keq mes fitoreve dhe humbjeve pas ndëshkimit kontratës tonë, pas renovimit kontratës, ku je 5-1 faktikisht bilanci i tij. 5-1. Po. Ka mujt Llapi, Malisheva, Ferizaj dhe Vlorë Prishtina. Po, edhe Prishtinën e kemi mujt 2-0. Është statistika si kemi.
Po Pas në renovimit kontrollës. nuk ajo thjesht është suspendimi 4 kartona, s'ka të bëjë me kurrë tjetër. Ishte ndeshkuar me kartonin e 4 në Ferizaj dhe duhet pauzoj. S'ka kurrë tjetër. Trajner, si e përjetut fitimin e kampionatit nga tribina? Realisht me shumë emocion, nuk do të thotë që isha shumë larg, edhe më mirë ishte pamja, e ceka edhe ditë mas ndeshjes, vetëm një siklet e kom pas që kisha edhe seleksionuesin e Kosovës aty mbrapa dhe normal respekt edhe për atë, po kish momente ku duhesh të reagojmë, ashtu si dim të reagojmë. Në fundit gjithçka rrohet, fitoria, fitimi i titullit, kjo mbahet mend, jam i gëzuar, i lumtur shumë që arritëm më në fund të shpallemi kampion 4 gjëra para fundit dhe të kemi hapësirë më tepër për të paraprgatitur për sezonin e ardhshëm. Çka është e veçanta e këtij titulli në karrierën tonë si trajner? Shëve, çdo titull ka veçantinë e vet, por edhe këtu duke marrë parasysh se nëse do kishte qenë drita kampion para se më ardhon në sezonin çerdha, është rutinë dhe është përsëritje e suksesit, mirë po e dini jo që drita 5-6 vite sa u bën nga 5 vite nga fitimi i titullit, janë shumë për një skuadër si drita me ato investime. Këtu është edhe normal nuk duhet të harroj asnjëherë durimi i 2 presidentave, Flamur Bunjaku, Valon Morseli, që edhe pse nuk arrishin të fitojnë titullin, nuk u dorëzuan, po çdo sezon kanë hyrë edhe më fuqishëm dhe normal që këtë vit Zoti shpërblejti edhe ato të shijojnë titullin e tretë pasi e kanë marrë dritën. Trajner, e thotë edhe vetë që për garat evropiane dhe për sfinorin e ardhshëm ju vjen freski. Çfarë mos ju nevojitet kjo freski, kur është pyetje sasia dhe unë besoj që nuk e keni pritur më shpall kampion edhe me fillu në drejtim me punu, me doj që nështë që keni fillu edhe ma herët piketimin e atyre që doni t'i keni në klubin tuaj. Shive, ma sot nuk mund të them bukfalisht se kaq numër të fillojës na duhen, për shkak që akoma nuk e kemi bërë edhe një analizë mirë për gjithë futbollistat dhe unë mendoj që çdo prurje që do vjen duhet të jetë minimumi i barabartë me këto që e kemi, minimumi, ose më të mirë për të rritë kvalitetin dhe për të shtu konkurencën. Nuk do të thotë se do marrim vetëm numër që t'i kemi, por numrin futbollistëve që do të kemi, përveç që do ta plotësojnë numrin e futbollistëve, duhet plotësojnë edhe shumë kushte, disa po i përmendë, domethënë ai përshtatet stilit tonë të lojës, ai përshtatet sistemit tonë të lojës dhe ai përshtatet karakterit tonë që kemi, si ekip, si staf trajner, po edhe si futbollistët që kemi mbrenda. Mirë është që shpallëm kampion kaq më herët, 4 gjëra para fundit. Unë mendoj që brenda javë, edhe kjo javë, shive, ne 2 ditë fest, tani vjen ndeshja, të diellën kemi ndeshje, por shpresoj që bashkë do ulemi me drejtorin sportiv për diskutuar edhe për prurjet e reja. E para do të shohim edhe kush qëndron, kush largohet, pastaj edhe për prurjet e reja. Keni fitu titullin me ekipat të ndryshme. Çfarë veçan ndjesinë e fitimit të titullit me dritën? E thash edhe më herët, profe, është 5 vite pa fitu titullin. Kjo është e para. Edhe Prishtina ka pas shumë titull të fituar, po kur e fituam ne pas 8 viteve, e kish një veçanti në vete, ose një ëmbëlsi në vete. Kjo është më shumë një shpërblim ndaj 2 presidentëve që nuk janë dorëzuar në asnjë moment. Nuk janë dorëzuar edhe pse nuk kanë arritur të shpallën kampion. Ato kanë vazhdu me investime, kanë vazhdu me punën që ju takon atyre, dhe normal, kjo bukfalesh është një durim i tyre dhe një shpërblim nga Zoti, normal me punë, me angazhim, sakrificë, por edhe shpërblimi, suksesin e ka Zoti në dorë, ka ndonë i jep, ku do nuk i jep. Futbollin kosovar ka thyer shumë rekorde, duke qenë më e pranishme në Evropë me fitimin e mos tepër me pikëve. A besoni se me këtë ekip do të thënë edhe një rekord tjetër që së paku t'i kaloni 1 ose 2 xhiro në Champions League? Ne do garojmë me vetën. Nëse vitin e kaluar arritëm deri në play-off.
këtë vit ne duhet ose e kemi një obligim moral profesional që të kalojmë rondin e parë në Champions. A bën një a dy nuk e di, mirë po nëse bëjmë një, domethënë kemi bën një progres. Dhe kjo do jetë synimi jon kryesor, si staf, si drejtues, si futbollist, që të japim maksimumin të rrim se tani në Champions nëse kalon në rondin e parë, ti jepet edhe një mundësi, pastaj nëse eliminohesh, fillon në Europa League. Pastaj edhe në Europa League nëse eliminohesh, vazhdon në Conference League. Kështu që është domosdoshme të kalojmë rondin e parë në Champions League. Trener, a do të thotë që vazhdimi i kontratës tuaj le të kuptohet që Drita ka një projekt gjatë ambicioz me Juve për 2 vite tjera dhe do të ketë frurje pra tjera në ekip sa i përket lojtarëve të klasit të evropian. Edhe në Dritë, edhe mund dominoj, do të vazhdoj Dominimi, ja? Dominimi i Dritës edhe shëmbite në futbollin kosovar. Po vetë gjese që ato kanë vazhdu para... Çka ju ka bitë që ka vazhdu një kontratën? Shumë gjona, është e para për vazhdimin e kontrollit. Shumë klube kosovare tjera, për çka e veçon Dritën më thonë për klubeve tjera? Shive, e para ato kanë dëshmu që me vazhdimin e kontratës para kohë kanë dëshmu që kanë projekte të mira dhe kanë projekte, ide dhe plane, se nuk di që ka në Kosovë një skuadër që ka projekt 3-4 vite dhe do realizohet, nuk mund bën shteti, nuk bën nëse projekte dhe së realizohen edhe jo skuadrat, por kanë plane të mira që të vazhdojnë bashkë dhe e kanë dëshmu këtë me vazhdimin e kontratës. Kanë tjetër, ku dëshmu edhe unë se kam pas dëshirë me ndejtë këtu, për shumë arsye, duke fillu nga presidenca, pastaj bashkëpunimi pa rezervë me drejtorët e klubit, sidomos me drejtorin sportiv, që një gjë është shumë e sigurt, nuk e di ku më cek më herët, drejtorët sportiv që kanë licenca për trajner, asnjëherë nuk mund të jenë të hapur me trajnerin ose trajneri me ta. Se e din që një ditë mund taj nga drejtori sportiv tullet tek stoli i trajnerit. Kështu që ne dim që Valon në Zymberi nuk mirët as nuk ka idin ose nuk e ka mendjen të bëhet trajner, dhe ne kemi kartat e hapura dhe flasim sinqerisht për çdo situatë, për çdo futbollist. Dhe kjo na bën neve të jemi shumë të lidhur dhe më pa gabime të bëjmë. Se nuk ka teori, po jo garantoj, nuk ka teori që ne të bëjmë 6-7 përforcime dhe 6-7 të jenë adekuat ose ideal. Dhe njëri nuk dështon se ne kemi dështu, po ndoshta nuk arrin të ambientohet mirë me skuadrën, nuk arrin të ambientohet mirë me sistemin, me stilin e lojës dhe ajo mund të quhet dështim. Po bashkëpunimi jonë është shumë nivele të larta dhe besoj që sa më pak gabime të bëjmë edhe në merkaton e verës. Ne Valon Zymberin të cekë edhe vetë që ekziston një bashkëpunim shumë i ngushtë mes Juve dhe Valonit. Valoni ka qenë viteve më parë pjesë e kritikave për përurje. A mund të thuhet që kjo është një sukses i Valonit në këtë titull kampioni fetijës, po ashtu edhe stafit që ju rrethon? Patjetër, për meritat për këtë titull, normal që dy presidentat janë ato që e japin fjalën e fundit për ardhjen e çdo futbollisti ose trajneri. Mirë po zgjedhja e trajnerit ka qenë nga drejtori sportiv, pastaj zgjedhja e futbollistëve, ka pas futbollist që unë i kom ditë, i kom njoft, i kemi marrë, ka pas futbollist që i ka propozuar drejtori, i kemi analizuar, janë të mirë për skuadrën, e kemi marrë. Dhe pa dyshim që është merit edhe e Valon Zymberit për ky sukses, por i cek e vetë edhe drejtori i përgjithshëm edhe gjithë të stafi drejtues, e para përveç anës profesionale është edhe ana njerëzore që asnjëherë nuk i kom pa të mërzitur ose të nervikosur ose ta nxjerrin ndaj mlef tek futbollistët mirë, kanë qenë shumë të kujdesshëm. Edhe ajo që mua më pëlqen më tepër, që edhe në fitore, edhe në humbje din edhe mërzijen ta kontrollojnë, por din edhe gëzimin ta kontrollojnë. Kjo është një armë shumë e fortë për secilin që është tek Drita. Edhe njerë për urjet e domosdoshme që duhet t'i ketë Drita. A ka tregu vendor, ose më mirë të them tregu shqiptar potencial, ku do ta keni fokusin apo do të fokusoni krejt gjatë? Unë mendoj që ka, se edhe afati kalimtar t'jep edhe më tepër i Verov, afati kalimtar Verov t'jep edhe më tepër hapësirë për gjetë futbollist,
shumica ju mbarojnë kontrata, tani nuk është ajo koha ku edhe pse ka pas kontratë ke mujt me marr, janë futbollistët e mirë, ka shumë futbollistë që ju mbaron kontrata, siç ju mbaron edhe tek ne, Roni edhe Dabi. Domethënë përforcimi i parë është biseda ose vazhdimi i kontratës me Ronin edhe Dabiqen. Kjo do ishte përforcimi ideal për skuadrën. Janë bisedime drejtori me ta dhe jam i bindur që ata në rajon nuk na ndrojnë asnjëherë. Dhe pasaj do shohim se edhe numrin e futbollistëve të huaj e dini që është i limituar, është vetëm 8 futbollistë, ne i kemi 8 futbollistë, nëse llogarisim edhe Angelin, futbollistin e ri që luan për U21, na bëhen 9. Por do shohim, nëse lirohet ndonjë numër ose ndonjë futbollist i huaj që don të largohet ose mund të shitet, mund të edhe të kemi edhe futbollistë huaj. Mirë, po jam i bindur që tregi në Shqipëri, në Kosovë jep mjaftueshëm futbollist cilësor që mund të përshtatës ideve tona në këtë sport. Trener, a është vërtet që para se të nënshkruani me dritën vazhdimin e kontratës për 2 vite të tjera keni pasur oferta tjera nga klubi kosovar? Shëve, oferta, derisa nuk jam ullur unë me ta në tavolinë, unë nuk llogaris, ka pas mohabete, ka pas dëshira, por unë e pa ta dhënë fjalën që pa e marr përgjigjen nga drita, nuk ulem as pak me fol me asnjë skuadër dhe kështu që e kum mbajt atë dhe normal. Isha i bindur që as unë nuk dua të largohem nga drita, po as drita nuk don që unë të largohem. Arritëm dritën e presin për një ardhmë edhe më e mirë pas këtij titulli. Ardhmen nuk e dim, s'mund ta parashikojmë, po ne do punojmë për bën një ardhmja jonë të jetë më e mirë dhe më e suksesshme. E para thash, duke garu me vetveten. Ne duhet të bëjmë një progres në vitin e ardhshëm. Trener, është dalja jote publike për mediat lokale pas fitimit të titullit. A thani një mesazh juaj për intelektualët? Përsa do të ishte i nevojshëm? Patjetër, ne punën tonë e kemi bërë. Edhe tani na pret ky sukses nëse për çdo njeri me mendje të qetë, me zemër të qetë, nëse analizon, duhet të lënë hatërmbetjet me një anë. Duhet bashkohen, duhet jemi bashkë, ne brenda fushës, ato në tribunë dhe unë jam i bindur që nëse dojmë të arrijmë këtë sukses që e diskutuam me profën, të kalojmë rondin e parë, dhe ishin një ndihmë e madhe edhe intelektuale ta mbushin stadiumin, siç e kanë mbushur edhe më herët. Kështu që besoj drita krenaria e qytetit. Po është akoma, po nëse ato janë tribunë, atëherë do të marrin një bujë edhe më të madhe. Faleminderit. Që tjera, faleminderit juve që keni qenë pjesë e jona gjatë vitit, faleminderit edhe juve, trener. Faleminderit. Që jemi besoj pas ndeshjes së nesër.